Deri të dielën e 30 marsit, çdo lutje është më afër Zotit. Ky është mesazhi që përcillet në këto ditë të shenjta të muajit të Ramazanit, në Durrës si kudo në të gjithë Shqipërinë. Për besimtarët musliman, Ramazani është një udhëtim i brendshëm, një udhëtim që kërkon durim dhe përkushtim, i mbushur me sinqeritet dhe sakrifica, që bën të kuptojmë se vlera e çdo momenti është më e rëndësishme se sa duket. Ky muaj i shenjtë, përveç se sjell mundësinë për të pasuruar shpirti dhe për të kërkuar falje dhe të pasur një afrim më të madh me Zotin, sjell dhe ndjesinë e qetësisë që mbush çdo zemër. Dobitë e argjerimit janë jashtëzakonisht të mëdha, por çdo besimtar musliman që është i shëndosh dhe i rritur e ka kohë të dëshmojë se sa e do Zotin. Sadakaja ka një rëndësi të madhe në jetën e çdo besimtari dhe është një nga aktet më të dashura për Zotin, sidomos gjatë muajit të Ramazanit. Ramazani ofron shërbimin më të madh, atë të natës së Kadrit, që konsiderohet shpërblimi jetësor, e mira më e madhe që mund të fitojë një besimtar. Kështu, hutben e kësaj dite të madhe të xumas nuk ka pse ta quajmë thjesht kushtim ndaj kësaj dite të bekuar. Respektivisht, vlerës dhe rëndësisë së saj i jepet argjërimi.